Kur Skënderbeu nis për Nazin e vogël së bashku me Sultan Muratin, ndërsa ndodheshin në qytetin e Bursës, erdhën tek sultani dy luftëtar nga Persia. Emrat e tyre ishin Yahya dhe Zamsa. Këta kërkuan prej sultanit që t'i merrte ushtar me rrogë. Persët i u drejtuan sultanit me fjalët: "O mbret i madh, që të mos duket se kemi ardhur me fjalë të kurdisura, vetëm për të kërkuar rrogë prej teje, ne jemi gati të japim ty vullnetarisht prova të guximit ton. Po ftojmë gjithë burrat më trima që të na gjykojnë me shpatë, a jemi të denj apo jo për ushtrin tënde." Sultani pas u premtoi dhurata të shumta, por fituesin pa rreth e rrotull dhe po priste a do pranonte ndonjë nga ushtarët e tij që të përballej me persët. Por duke parë që të gjithë po qëndronin si me mec, e se po tregonin heshtur frikën e tyre, mendoi turpin që do të kishte po të kalonte kështu pa u ndëshkuar kjo pacipsi e persëve. Prandaj u kthye nga Skënderbeu, të cilit ja dinte mirë krenarin dhe guximin e madh, i tha: "Shpret ti o bir trimi trimave, për ty është kjo lavdi. Ty të presim këto çmime. Eja tregoj edhe sot këtu përpara nesh, rinin tënde të shënuar dhe të djathën tënde të pamposhtur." Skënderbeu, pa u vonuar as pak, i puthi sipas zakonit këmbët sultanit, kërkoi kalin dhe armët dhe duke u brehoritur me të madhe prej turmës, doli në shesh të burrave. I thiri kundërshtarët, i pyeti pa u tremur se çfarë rregulli dëshironin të mbanin gjatë ndeshjes. U vendos që i pari ta provonte fatin Yahya, i cili po do fitonte të jepte fund ndeshjes. Nëse humbte, ta vazhdonte dy luftimin me shoku i tij. Skënderbeu nuk kundërshtoi. Megjithse njerëzit e sultanit u afruan rreth tij duke thënë se ishte pa drejtë që ai në rast se dilte fitues, i lodhur dhe ndoshta i plagosur, të rrezikonte veten përballë një kundërshtarit të freskët e të paprekur. Pasi u largua turma, arbitri tha me zë shenjën. Burrat u dhan kuajve dhe u lëshuan kundra njëri tjetrit. Persiani, duke ngulur majën e heshtës në mburorin e kundërshtarit dhe duke rënduar me fuqi të madhe mbi të me qëllim që ta rrëzonte armikun nga kali, e theu heshtën. Skënderbeu, i cili ja kishte vënë syrin kokës së kundërshtarit, i shkoi dëm çdo goditje. Kështu të dështuar të dy po largoheshin nga njëri tjetri për të ndeshur me shpata. Por Zamsa, të cilit si duroi, u lëshua kundër Skënderbeut me shtizë, pa pritur përfundimin e shokut. Skënderbeu, duke arsyetuar se s'kishte kohë, me atë rrezik për të akuzuar me fjalë të kota, u bë gati për goditje dhe reja, duke ja prerë fytyn Zamsas që po bëhej gati ta sulmonte. Me ta përplasur në tokë, i lëshohet me shpejtësi Yahya, i cili duke thyrë me zë të tmerruar emrin e kundërshtarit. Skënderbeu, duke rrotulluar me shpejtësi kalin, i u kthye dhe ja priti sulmin me shpatë. Pas 3 goditjesh, nga të dyja palët po përpiqeshin që t'i dernin gjakun njëri tjetrit. Skënderbeu e goditi dhe i preu krahun e djathtë. Skënderbeu paraqit te sultani si trumfator për fitoren e dyfisht. Sultani dhe pastaj e gjithë ushtria e nderuan me dhurata të ndryshme, duke i quajtur mbrojtës dhe shpëtimtar të nderit të përgjithshëm.